Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar recenti duke zbardhur një vjedhje dhe një tentativë për vjedhje. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë së Velipojës, si rezultati i veprimeve hetimore për të zbardhur ngjarjet në fjalë, kanë identifikuar, kapur dhe arrestuar në flagrancë shtetasit Aldion Prenga, 25 vjeç, me precedent kriminal për vjedhje, dhe 18 vjeçari Fatjo Nuku, të dy banues në Laç, bashkia Vaudeës. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas, pas ditën e së mërkurës në fshatin Pula i Plazh, kanë vjedhur në automjetin e shtetasit me inicialet KN, banues në këtë fshat, një çantë me një shumë të konsiderueshme parash në valuta të ndryshme. Gjithashtu nga hetimet dyshohet se shtetasi 25 vjeçar me datën 11 maj në fshatin Rjoll ka tentuar të vjedhë një automjet që i ka thyer xhamin. Gjatë kontrollit në banesën e 25 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një pjesë të shumës së parave që dyshohet se janë vjedhur në automjetin e shtetasit KN. Në bashkëpunim me prokurorin vijojnë hetimet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga dy shtetasit e arrestuar. Materialet procedurali u referuan prokurorisë për veprimet mëtejshme, për vepra penale, vjedhja kryer në bashkëpunim dhe shkatrimi i pronës. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit, policia e Shkodrës ka arrestuar një 64 vjeçar banues në Stajk, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan një 66 vjeçar pasi u konstatua duke transportuar pasagjer me automjet taksi pa licencë. Specialistët për hetimin e krimeve kibernetike nisën procedimin e gjendje të lirë për një 54 vjeçar banues në Itali, pasi ka kallëzuar shtetëse me inicialet MP se ai ka hapur një llogari me të dhënat e saj në rrjetin social Facebook dhe poston foto të saj. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për një 65 vjeçar banues në Kurtëzi, pasi u gjet me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike, ndërsa një 51 vjeçar pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi një 25 vjeçare ka kallëzuar se djali i saj 3 vjeçar është dëmtuar në qafë gjatë kohës që ka qenë në çerdhe. Edhe në Malësi të Madhe Vaudeës u proceduan dy shtetas për ndërtime pa leje. Materialet për të gjitha rastet i kaluan prokurorisë.